Hajde, shokurita. Për rëndësinë e problemit, ne tash do të mendojmë dhe do të përpiqemi ta organizojmë punën mirë. Por unë kisha një dy mendime. Do të ishte mirë që ta kemi parasysh, domethënë, se gjatë diskutimit, domethënë të maski do të zhvillohet, duhet të dënohen fort, domethënë, edhe qëndrimet burokratike, ose edhe vetë burokracia, domethënë, që pengon shpeshherë në ruajtjen dhe në zhvillimin e pronës. Prandaj më duket se kjo anë sikur, domethënë, nuk u trajtua. Edhe janë, domethënë, marrëdhëniet midis ndërmarrjeve, midis sektorëve, midis degëve të ndryshme janë të shumanshme. Po ne dëgjojmë nga praktika e përditshme, mbeten domethënë lënda e drurit këtu, dëmtohet atje, dëmtohen atje. Këto janë dëme që nuk kanë të bëjnë drejt për drejti me persona, për të procedurë, po ka gjë të bëjnë me ndërmarrjen. Po këto vlerat e këtyre janë shumë më të mëdha. Çfarë? Po ndërmarrjet përfaqësohen nga njerëz. Dhe njerëzit dëmtojnë, shpërdoren, nuk kujdesen për pasurinë. E di edhe ato që përfaqësohen nga njerëzit, po unë them që po del malli me cilësi të dobët, domethënë malli me cilësi të dobët, ai përgjigjet direkt punëtori, po nëse një ndërmarrje, domethënë, nuk është rentabël, domethënë, është e gjithë ndërmarrja dhe drejtori janë përgjigjes këtu. Prandaj është një degë tërë, marrim degën e pyjeve për shembull. Transportin e lëndës së sharruar, domethënë, të gjitha këto gjëra, që dëmtohet domethënë. Mua më duket se këtu duhet me këtë problem të diskutohet shumë edhe për luftën kundër burokracisë, pengesave, zvarritjeve, gjitha këto gjëra. Malli dëmtohet, nga natyra dëmtohet, maqinerin jashtë. Unë di që edhe në atje në Kukës, për shembull, ka dhe drejtor, ka dhe organizatë, po fakti është që ka 15 vjet, për shembull, që nuk mbulohet fabrika dhe dëmtohen maqineritë. Edhe punëtorët janë ngritur atje tash në diskutim, edhe kanë thënë që pse nuk shtohet kjo? Kjo porosi është që nuk ka qenë shoku i merr. Këtë desha të thesha unë shokuranis. Unë e di që ato përgjegjësinë kanë të tërë atje. Por domethënë burokracia më duket këtu duhet kritikohet që domethënë edhe aparate domethënë këto gjëra. Ky është mendimi tim domethënë. Edhe këtu duhet japin shembullin sipas mendimit tim të parët kuadrot. Në zgjidhjen e këtyre problemeve, sepse do dalin gjatë diskutimit do dalin shumë probleme, të cilat do zgjidhur domethënë maqineri, kjo maqineri pa punë 3 muaj. Kjo duhet me njëherë të merren masa, të mos priten domethënë raporti të bëhet e ku duhen gjitha. Ose kjo lëndë e parë domethënë nuk u vete në kohë këtu. Prandaj kam domethënë në këtë drejtim duhet të merren disa masa, domethënë tjerë të parët duhet të japin kuadrot, edhe që ta japin të parët kuadrot duhet të jenë në mbledhjet e punëtorëve, në mbledhjet e fshatarëve domethënë të marrin pjesë. Se fakti është domethënë në disa mbledhje të punëtorëve tash nuk kanë marrë pjesë në disa kuadro. Kam një raport domethënë aty. Të ndërmarrje më të rëndësishme në Kukës, të 3 drejtorë kanë gjetur arsye, njëri ka shkuar të rregullojë një gjë, njëri ka shkuar të rregullojë një tjetër, në mbledhje nuk kanë qenë. Çfarë diskutohet atje? Atje diskutohet për problemet e ndërmarrjes. U bë ballafaqimi në kombinatin metalurgjik. Kuadrot kryesore, unë isha në konferencë atje, nuk ishin. Të ndërmarrje të mëdha nuk ishin. Edhe ka thënë edhe sekretari i partisë. Si? Po nuk ishin ata, kjo është një fakt, njëri që një ministri tjetër kishte vajtur domethënë të merrte domethënë materiale në një tjetër, aty s'kan qenë ata. Tash jo, ne duhet besojmë sekretarët e parë të rrethit, shokurita. Po ata që i kanë dërguar raport shokurita nuk u varen nga shokurita. Ato i edukoni juve. Më kupton? Prandaj ata të raportojnë drejt. Në qoftë se ata i kanë raportuar Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale që s'muar pjesë kuadrodon kryesore,
Nuk kupton? S'ka si të flasë do në ndryshe do në Rita. Ata I kanë raportuar. Po këtë unë e vërtetë. Prandaj, po I vetaj në çështja që njerëzit të thonë ashtu si ndodhen gjërat. Nuk kupton? Ne të besojmë ty kur thuhet se është e vërtetë, për shembull, se ti ke qenë atje, presupozoj ke qenë atje, ose e di çështën më mirë. Ne e dim përmes një raporti këtu, atë që thotë Rita, përmes një raporti e ditur. Po ka marrë pjesë, ti vetë nuk themi vërtet, drejtori ndërmarrjes që përgjigje për provën. Kur ngria ashtu do të besojmë ty, se ti je sekretar atje, nuk mund na gënjesh. Ka qenë instruktori e këshillit të ndërkombëtar. Po. Në konferencën e bashkimit profesionale të minjerëve se gjetja një drejtori se ishte shefërit nga ministria. Po. Do mos vitet në ministri drejtori? Po mirë unë të Tash. ato themun në mëzën e gjithë në Tash ka disa gjëra. Tash ka disa gjëra duhet të kuptuar. Duhet të kuptuar se shkoj. Jo, vetë duhet të kuptuar të rënë pikat mbi. Do me thënë, një shoku Rita tha një gjë të drejtë që drejtori s'ishte atje. Ashtu. Ti thua s'ishte vërtet. Do është vërtet që tha shoku Rita. Ti thua ai hiku se e thiri ministria. Bërë konferenca ose ndodhe bashkimi profesionale, do të ikin nga mbledhjet kur bëj llogari e zgjedhje, sepse do në kanë një punë shtetërore. E drejton ministria ose komiteti një drejtor, ose një punonjës atje kur bëhet mbledhja e partisë. Çdo thotë atë kubete, pse janë këto organizata? Është një arsye aq serioze që duhet vetëm mos do të vinte atë ditë, do të mos vinte një ditë më vonë ai. Si se mori ai për shembull atë ministrinë të poshtë? Shtyeshin e mbledhjes? Apo është për shembull një justifikim për të mos qenë këtu që të dëgjojnë punëtorët, çfarë probleme do ndrohen, do të japin llogari përpara tyre, unë gjej një arsye rrezik. Jo këtë ne nuk do ta lejojmë. Unë nuk e them për ju shoku i zet vetëm. Është rasti që ngriti do shoku Rita, po ama forma dhe mënyra të tilla përdoren për të shpëtuar edhe llogari edhe disiplinës që kërkohet në punën me organizata. Që nga organizata e partisë deri në organizatat e masave. Po. Nëse i kemi të kuadrat që nuk janë predispozuar, janë të llogari para masave, nëse këto kuadrat jo, unë mendoj atë dhe shpreh në shokët. Vetë shpreh edhe shokët. Por ne nuk mund të shikojmë njerëzit me një vlerësim tonin personal që ky është I predispozuar apo s'është I predispozuar. Ne do I shikojmë në qëndrimin praktik të tyre. Unë mendoj të flas shumë të flasim ose kemi përformë në leje, se janë shumë serioze, dhe dyta më duket se shoku Rita përveç që ne besojmë shoku Rita, po shoku I zetë e vërtetoi vetë se drejtori s'ka qenë. Ashtu është drejt. Drejtori s'ka qenë. Ashtu. Ajo është. Edhe drejtori duhet të ishte, si po të bësh mendimin. Ashtu është. Hajde. Unë kisha këtë mendim domethënë që në këto mbledhje kaq të rëndësishme ku do diskutohet çështja e pronës, pjesëmarrja e kuadrove domethënë prezent dhënia e shembullit nga ana e tyre do të jetë një domethënë do të japë një impuls shumë të madh fushatës për diskutimin që do zhvillojnë. Këtu e kisha. Unë nuk e kam në një rast këtë gjë. Që sola shembull Kuksin. Në Kukës, në 3 ndërmarrje të mëdha kanë munguar drejtorët. Të tjerat ne nuk I pam. Ne I tham shokëve shikojnë juve, por kjo nuk na duket e mirë. Ja ka thënë sekretarit të partisë. Shoku I zetë ka vajtur, bashkë me shokët nuk ka lënë mbledhje pa vajtur. Edhe këtë e them unë. Por ata nuk është puna jo ikët. Një shembull tjetër. Tash I të tjerat do të vjen u bë ballafaqimi për planin, për garat në kombinatin metallurgjik. Kombinati është jo mirë me planin. Kuadro drejtuese nuk marr pjesë në ballafaqim. Kjo nuk është e mirë. U bë ballafaqimi në Fierzi, unë isha vetë prezent. Drejtori shkoi në Gjirokastër. Këto nuk janë të mira, më duket mua.
Këta duhet të marrin pjesë në këto probleme. Këtu desha të thesha. Po nuk është se është probleme. Shokët i kanë parasysh, vetë i dinë më mirë, edhe i njohin, edhe drejtora më mirë, edhe shokët e tjerë njohin më mirë. Dhe veç kësaj desha të thesha që këtu puna mund do të zhvillohen diskutime mjaft të thella, domethënë do dalin probleme që edhe me punëtorët, po të inkurajohen, edhe në punësit, edhe kuadrë do nxjerrin probleme që kanë të bëjnë me një planifikim të gabuar, me një parashikim kështu, me një shpenzim shumë të ashtu. Dhe këtu duhet të inkurajohen pjesëmarrja e këtyre shokëve, më duket mua, do të inkurajojë shumë këta njerëz, edhe do t'i sqarojë, do të ndihmojë, sepse do t'i japin shembull. Ne kemi edhe raste tjera, kanë munguar shokë në mbledhje të punëtorëve ose të gjitha, edhe kanë dërguar diskutimet e tyre edhe kur kanë qenë të smurë, i kanë dërguar. Kemi edhe raste tjera. Prandaj shumica domethënë rasteve janë pozitive. Këtë desha të thesha. Por e kisha fjalën këtu domethënë që për burokracinë domethënë kanë në vend edhe se ka besim, është më shumë besimi për shembull tek udhëzimi, tek urdhëresi, mos kritikojnë këto. Por në këtë rast domethënë këtu luftohen edhe zvarritjet që bëhen për shembull është një rast i mirë domethënë që mund të përdoret shumë mirë domethënë edhe për forcimin nga domethënë jo vetëm me konceptit të drejtë në pronën, po dhe forcojnë edhe vetë organizatat e masave, domethënë nga kjo luftë që do zhvillohen për mbrojtjen e pronës, e do të forcohen se nëpërmjet aksionit, e do të rriten ato. Këtë desha të thesha. Edhe jam dakord me ato që u ngritën domethënë. Mirë. Kush ka? Tjetër ka në një vrejtje në një shok? Po kështu duhet kuptuar këtë fushatën, duhet kuptuar jo fushata për mbrojtjen e pasurisë socialiste kundra vjedhësve dhe shpërdoruesve, po për qëndrimin ndaj pronës në të gjitha aspektet, duke shikuar edhe nga ana organizative, administrative, që luftohet edhe burokracia, e çdo gjë që i lë shkakët dëmtimit të pronës, dëmtimit të pronës. Kështu duhet kuptuar do në këta. Cilësia po rregullat e ligjet shtetërore do t'i zbatohen, për shembull, duhen të ketë kërkesa që nga njerëzit e administratës, të secilit ndjenja e përgjegjësisë të secilit. Që prona socialiste të ruhet, të administrohet mirë, të mbahet mirë, të mos shpërdoret, të mos dëmtohet, të mos vitet, të mos prishet, të gjitha. Pra në gjitha aspektet duhet parë. Në qoftë se këtu janë disa shembulla, edhe mund kuptohet si lufta kundra vjedhësve, edhe atyre dëmtuesve që vënë dorën, jo, nuk është ky kuptimi vetëm. Mbrojtja dhe administrimi i pasurisë socialiste. Në këtë kuptim duhet zhvilluar fushata, pra i prek të gjitha aspektet dhe luftën kundra çdo çfaqje, edhe qëndrimi burokratik, edhe shkeljes ligjeve, edhe shkeljes rregullave, të administrimit e tjerë. Nuk e di, keni në një send tjetër? Atyre ta mbyllë.